marrim reagimet edhe nga subjekte tjera politike, por kjo ka qenë pamundur. Sot nuk është se ka pasur të paktën deri tash. Vullnet do të presim deri më vonë se Kurti e ka përgënjeshtruar vetën një forme edhe nga deklarimet që ka pasur në forumin ekonomik në Davos se nuk ka më struktura ilegale në Kosovë dhe del që ka, sepse sot e pranoi vetë që dokumentet të cilat lëshohen nga strukturat ilegale dhe paralele do të merren parasysh për të regjistruar pra pakicat serbe. Si e shihni ju këtë? A nuk kemi mësu me kontradiktat në vazhdimsi të zotit Kurtit? Besoj që në këto vite sa e kemi pa në skenën politike, ajo që e thotë sot të nesërmën e demanton vetë. Do me thënë e kemi ndigjuar në vazhdimsi se nuk do të ketë struktura paralele, se nuk do të përdoret dinari e tjerë, dhe në të vërtet të gjitha ato janë ekzistuse për të gjitha ata që jetojnë në Kosovë dhe që e njohin Kosovë në secilin segment të saj. Ne jemi dëshmitar të realitetit që strukturat të tilla ekzistojnë dhe që gjithçka që ai e ka thënë në të vërtet e kontradikton vetën dhe nuk ka nevojë të bëhet biseda apo diskutim më tepër. Dhe përdorimi i dokumenteve të cilat lëshohen nga strukturat ilegale, për shembull aty ku shkruan Kosovë me tohi, akoma edhe më tej, po mbi vendoset mbi atë vendimin e padrejtë të vetë Bashkimit Evropian që u një liberalizimin e vizave qytetarëve të Serbisë që udhtojnë me pasaporta ku shkruan Kosovë me tohi. Do me thënë, ajo ka qenë të them, ajo ka fshata më e rënd që ajo ka gëlltit, çështjen e njohjes së pasaportave dhe dokumenteve civile të lëshuara nga institucionet paralele, dhe një gjë e tillë ka bërë bum shumë të madhe në Bruksel, sepse mbaj mend që në kohën kur ne kemi pranu liberalizimin e vizave, të them atë dritën e gjelbërt, jo blokada që i bëheshin liberalizimit në Kosovë, ka qenë vendimi të gjitha shteteve anëtare të BE-s dhe institucioneve të BE-s që asnjë dokument i lëshuar nga institucionet paralele nuk do të njihet. Gjëja e parë që e bëri zoti Kurti pasi që e mori pushtetin edhe në emër të shtrirjes së sovranitetit i pranoj dokumentet e tilla, të cilat shkaktuan kontradikt shumë të madhe dhe konfuzion shumë të madhe. Do me thënë, tek vetë personaliteti i tij, por edhe te qasja që e kishte ndaj dokumenteve dhe institucioneve paralele në Kosovë. A ka gjasë që të ketë lëvizje tash për perspektivën evropiane të Kosovës pas kësaj marrëveshje, sepse ai vora tha në fillim të fjalimit të tij të sotshëm që po e presim që ju të zgjidhni këtë krizën politike të brendshme e të ecim sipas tij në rrugën integruese. Po koncentruam te ajo pjesa e parë, po e presim që të zgjidhni problemet e brendshme. Rreziku është shumë i madh që ne shkojmë në zgjedhjet e 6-ta me radhë. Dhe raporti i progresit është treguesi më i mirë në të vërtetë se ku ka qenë Kosova në këtë periudhën e fundit kohore një vjet e gjysmë, do me thënë e stagnuar në tërësi dhe gjitha proceset e integrimeve evropiane. Derisa shtetet tjera në rajon janë duke avansuar, Kosova le që nuk ka met në pikën ku ka qenë, por edhe ka degraduar në pozicionin e vetë në raport me BE-n. Prandaj shansat që ne ta arrim një stabilitet politik janë uroj që t'jeme gabuar, për janë minimale. Me këtë kryenësi dhe me këtë ego të qenit në krye të shtetit apo në krye të gjitha institucioneve, dyshoj shumë se ne e kemi një të ardhme në afat të shkurt, po them të ndritur dhe që mund të avansojmë tutje drejt integrimit evropian. Çështja e hapjes së mundësive që 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor të integrohen në BE është konfirmuar edhe nga zonja Ursula von der Leyen, e cila si rrezik të invazionit rus apo ndikimit rus në Ballkan e sheh si shpëtim edhe integrimin e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor në BE. Megjithatë, në asnjë deklaratë, asnjë nga personalitetet e BE-s nuk e kemi dëgjuar se llogaritet që gjitha shtetet në blok të futen në BE. Do doja edhe njerë po e them që vizita e sotme e zyrtarëve të BE-s të sillte një mesazh, si që është fakti që e kemi pranuar apo e keni marrë statusin kandidat, por që si duket erdhen me krejt diçka tjetër për çka ne nuk kemi qenë të përgatitur. Dhe duhet të theksohet, vetëm shkurt Rina, duhet të theksohet që Këshilli i ambasadorëve të 27 shteteve të Bashkimit Evropian që ka pas takim këtë javë që po e lëm pas, ka thënë se nuk ka integrim shkallë, mirë po do tjetë i bazuar në merita.
Dhe atë deklaratën që përmende edhe zonja Metaj që Ursula von der Leyen edhe gjatë kësaj jave pas takimet me ambasadorët e përmend një gjë të tillë, po kur jemi te evropianët edhe deklaratat e tyre, diskutuam pak më herët në aspektin e sigurisë, po duam që ta diskutojmë edhe në aspektin politik. Albin Kurti për këtë afatën 12 mujor nuk i ka dëgjuar amerikanët. Për shembull, kur i kërkonin më herët që të shtyheshin vendime të tilla të qeverisë, siç ishte çështja e targave. Tash e kemi afatin identik, 12 mujor për leje qëndrimin të huajve në këtë rast, me thekse veçantë për serbët, por edhe studentët e huaj i përmend këtu. Pse ky dallim nga ana e ekzekutivit? Tani, dallimin e dina i më së miri pse dhe qasjen e ndryshme nga njëra anë dhe nga ana tjetër. Do doja të isha në kokën e ti dhe ta mendoja sepse. Po e supozoj që ai është gjetë në pozitë shumë të keqe tani, sepse as vetë ndoshta